Mirë mbrëma miq, mirë se erdhët në emisionin festiv tashmë të RTS Shkodra, Simfoni Festash. Në këtë ditë të bekuar, kisha më thënë, në këtë ditë ku secili prej nesh ka diçka të butë në zemër, në këtë ditë ku secili prej nesh ka diçka të bukur për të thënë, në këtë ditë ku të gjithë festojmë së bashku, për të gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar Krishtlindjen dhe jo vetëm. Gëzuar të gjithëve, patjetër. Dhe është një moment që do ta bashkëndajmë festën përmes simfoni festash, ku atmosfera dhe energjia pozitive më shumë se në dhjetor nuk ndjehet asnjëherë. Kështu që sigurisht uroj që ta reflektojmë edhe përmes ekranit të RTS Shkodra dhe Radio Shkodrës. Sa me fat jemi që sonte themi me plot gojën, unë të paktën personalisht, sepse po të hysh ta prezantosh thellë, ka shumë talente, disa profesione, por ajo që ne na pëlqen më shumë për t'i thënë, kolege Klodiana Vata sonte në program. Përshëndetje, kënaqësi. Mirë mbrëma Klodi. Një rikthim për Klodin. Kënaqësi në këtë emision që e fillojmë puntatën e parë me Klodianën, me një vajzë fantastike, charmante, paten. Mos të harrojmë, fillojmë nga kjo pamja e parë charmante. Por edhe të urojmë të gjithë shqiptarët, shkodranët, kryesisht po shqiptarët, gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar Krishtlindjet dhe me që ndoshta deri atëherë sa me pas një intervistë tjetër me këtë rast edhe vitin e ri, uroj që të jetë një vit i marr për tonë, edhe të kenë në radhë parë shëndetin, sepse ajo mendoj unë është gjëja më e rëndësishme, po atë asnjë punë nuk bëhet, asnjë projekt, asnjë gjë, asgjë nuk shkon mirë pa shëndet të plotë. Kështu që gjëja por që do urosh është me gëzuar shëndet të plotë edhe me ndihmën vetvete këtë. Në momentin e parë që ti i larguar nga Shqipëria, për te keqardhjes që një talent si Klodiana na largohet, se ka menduar që do të vije. Por kur të kam parë me koncerte dhe me intervista dhe pranë publikut, kjo është lumturia më e madhe. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Normalisht që kam ardhur shumë shpesh, pavarësisht se kam qenë në Kanada, nuk jam mundur për mos me lanë këtë hapësirën, mos me mungu të publiku edhe mos me hup. Sepse janë vitet tana punët, pavarësisht se ka njerëz që ndonjëherë më shohin për herë të parë, disa njerëz ndoshta edhe kanë harruar si imazh ose thjesht njohin si figurë ose thjesht emrin e nuk e lidhin dot me figurën. Janë kontribute dhe vite që por që nuk kam mungu asnjëherë, ama këtë radhë jam shtruar më shumë te projektet, sepse edhe kostoja e rrugëve është shumë e lartë. Shkoja. Kështu që kam menduar që ta marr kohën time, do na jetë këtu, edhe tu fokusu te puna, por edhe tu kenë afër publikut. Ke patur një koncert fantastik në Shkodër, një rikthim tëndi në shesh, në Shkodra Fest. Ma përshkruaj pak ndjesi se si ishte për ty të rikthehesh në qytetin tënd, ku në fakt e kishe lënë në një moment shumë të mirë të karrierës tënde. Patjetër. Ka kanë kënaqësi, ka kanë një rikthim shumë i mirë, mund të thosha. Edhe faleminderit edhe për fjalët e mira. Koncerti për mua ka qenë i veçantë, jo vetëm për faktin që ishte hera parë që kisha një koncert të tillë në Shkodër në shesh, edhe ishte një koncert që ishte përgjithësi sepse isha vetëm unë si këngëtare dhe ishte edhe hapja e koncerteve, kështu që ishte një përgjithësi shumë e madhe. Po përveç kësaj, edhe kushtet atmosferike nuk ishin shumë të favorshme atë natë. Ka qenë një natë ftohtë në fakt e mbaj mend. Edhe unë të ftohtin nuk e kam një fare, pavarësisht se njerëzit më kanë thënë a ki mërdhit, a ki pas ftohtë se ka garo shumë shi, po unë nuk e kam një, sepse kisha edhe atë adrenalinën që ma dhanë njerëzit, sepse ajo çka unë vlerësoj mas shumë ti të publiku shkodran është dashamirësia që t'japin. Dhe atë natë, me nejt tanë ato njerëz në shi, pa fund njerëz me çadra, përpara një orë gjysmë program që kisha unë, për mu ishte super vlerësim, edhe ua kam bërsh gjithmonë për me dalë edhe me kënu për publiku. Tani, Klod, si është ai momenti kur përfundon një këngëtar koncertin, kur vinë gjithë aty për të bërë foto, a është një moment bezdisës për një artist, apo është një moment kënaqësie? Më përshkruaj pak se si është. As nuk bëhet fjalë, as nuk është bezdisë, është vlerësim, është krenari, është kënaqësi, edhe është si një shat adrenalinet për artistin. Për atë punojmë ne, se ne për atë punojmë. Ajo është kënaqësia që ne na jep
fryti i punës tonë, mund të Pra mund ta themi që nëse mendoni 2 herë për të bërë një foto me një artist në fund të një koncerti, mund të shkoni Mu di se po ma kujton këtë rast, Po. mas 3 ditë mas i kam ardhur nga Tirana, se kisha një koncert tjetër në Tiranë, u nala në hymjet Shkodrës dhe isha tu më nalë në supermarket për me ble diçka dhe erdhi një djalë tha kam go vrap, tha godi kam kënë të urëzu, tha po kisha tha siklet ta marrë me bë foto. I thash vajte, i thash e bëj Kanë foto, hezitime. thash, mos hezito, sepse ajo është nëcia që m'jep mu, kur takoj njerëz. Claude, di që miqtë e mi kanë me të bë pyetje pa fund, unë për me janë shkalu pak pyetjet. Na bën një përshëndetje me këngë, një strofë të një këngë dashur për ditë festash. Për ditë festash. Për çfarë dush ti, po të paktën një këngë. Ne për këngë jena që të them, të më thonë lista Një hapur. këngë shkodrane. Pa e lajmë të këngë shkodrane, po mesim të këngë. Si me nënë Mario? Kina një këngë Jo, të dakord, zemër? jam, po unë po mendoja edhe nga repertori i Klodit ka goxha këngë që mund të na i sjell. Po, Po unë ja megjithatë, lash Klodit. një shkodrane, okay. jemi dakord. Si dukat i vogël je, hajde shpirteri me ne. Si dukat i vogël je, hajde shpirteri me ne. Na ka dal një gongjere, era kara i fil po i vjen. Hajde, ca këra gotën, mos më lënë si të vorfën. Hajde. E lumjet Se e mos mëroni përsërin. nuk kam realizuar një duet me Klodin. Gjithmonë kena Kjo bërë. ishte Dhe në fakt ky ishte një rikthim me Klodin Ariola, sa sepse gjatë. kemi patur një emision së bashku me Klodin dhe me Blertën. Unë e pash, ky Mirë që ishte. zani i Klodit nuk ka spak intonime, Jo, po është krejt në s'ka se si rregull, të ketë. sepse zani em e lën çalon. Po ju si me kohë. Në këto ditë ne duhet të falenderohemi që kena zonë në këto kohë virozash, kohë gripi, se si që thash edhe më përpara nuk e kena luksin me usmur për shkak të punës, por që ndonjëherë edhe lodhja, ndonjëherë edhe Ndikojnë të gjitha se është janë normale. talent. Po nisja të thoja që thotë parë. Mario që keni pasur një duet së bashku. Pikërisht, po nisja që parë të thoja për duetin, Kujtojnë dhe që në për fakt kanë qenë puntatat me kënga juaj në Radio Shkodra. Po si u Mario? Ndërkohë e kam kritik, nuk duhet të qëndroj kështu. Dhe ishte një për ju ku transmetonim muzikë me preferencë, kam përshtypjen në Radio Shkodra dhe ndaheshim 3 net me Klodin, 3 net me Blertën. Dhe ishte Si Mario ajo gjithmonë, domethënë. periudha kur edhe Radio Shkodra po fillonte të eksperimentonte me transmetimet vizive sepse ishte në live Facebook. Tani, pyetja ime, sa nostalgji ka për ty ai moment dhe njëkohësisht a ka dyzim mes teje tek pasionet për këngën dhe për prezantimin? Ndoshta Se janë edhe të lidhura radion me njëra veçanti, tjetrën. sepse radioja besoj që ka një vend. Ndërkohë që ka patur eksperiencë pastaj të Top Albania Radio, po. Unë thjesht moj mend që në atë kohë vetmja bezdi që kisha ishte ajo lidhja direkte. Në Facebook. Po. I Sepse ndajmë unë ca edhe momente. sot nuk jam dakord pavarësisht se edhe në radio tjetër ku kam punu e kanë bë këtë ndryshim. Nuk jam dakord kurse si që mu bë kjo, sepse për mu radio është radio dhe aty E është vërtet. e veçanta e saj. Sepse lidhja duhet me kanë direkt zoni jot me atë që të dëgjon me Klodi dëgjuesin. ka mbet tradicionale me radio. Te kja pjesë e du ashtu e kam pranej e dashur e radio. Të falet, Falni. Ju Në thash, falet. Oha, të prit se gjithëve. vazhdoni. Si thotë, Zëri i dytë. si thotë tek qifti lumtur maje, sa herë kam thënë maje. falet në këtë kohë, po nuk di mi nda asnjëherë, edhe radion edhe prezantimin, kur më kërkohet mi i bëj me shumë dashamirësi edhe me shumë qef, sepse vinë organike. Mario, kam një pyetje për ty, e di që të ftu me kena Klodin, po unë kam një pyetje për ty. Jam i hapur për konferencë. Dhe unë që me imagjinoj. Dhe Blerta që thot, që po bën Ariola, ku që po bën Ariola. Jani me kam prandaj. Zoti ma.
Me të gjitha këto vajzat që kanë ardhur ke pas një bashkëpunim, si ka mundësi me mua nuk ke pas një bashkëpunim. E ke patur së bashku urojmë në Radio Shkodra, ke lutem patur shumë. Ja, të lutem shumë. bashkëpunim. Ja, Marja. Ja, e di Ky është bashkëpunimi i radhës. Lodi, kjo është një kështu me triplu. Jo, është bashkëpunim festa. Ishte treshet bashkëpunim. Ti duje sot bashkëpunimin e ne. do vetëm ti bashkëpunimi. Një cikël emisione shumë. Ja. Fanin kuptoni jo. Ja, na për emision e kena. 2026. Sa dhe na për emision e kena, jo për ço. Duhet të bishë. Po të rego pak si të pritën kolegët e tu në rikthimin tënd në Shkodër? Si ishte? Me shumë dashamirësi, sidomos në teatr një herë, që sa më kishte mungu teatri. Sidomos në teatr kam gjetë një ambient krejt të ri, krejt të mirë, me energji shumë pozitive, jo se s'ka kene, se ka kene gjithmonë, po kam pas atë shkëputjen edhe nuk kam mujt me kënë pjesë shumë projekteve në teatr, kështu që me një herë ngrohtësinë më të madhe e kam gjetë aty. Masanej normalisht edhe me kolegë më bërë rastis që me u taku për shembull te aktiviteti që kena bën shtator që ka kënë Ahengu Shkodran, edhe në vazhdim masanej edhe në aktivitetet tjera, mirë. Ku ndihet më mirë Klodi, tek rryma moderne apo tek muzika e lehtë apo tek muzika tradicionale, siç është Ahengu Shkodran, sa Ahengu ishte në fakt rikthimi yt në Shkodër. Po, e vërtet. Janë të dyja, unë gjithmonë i kam bërë të dyja. Po ku ndihesh më mirë ti, më komode? Thuja përgjigjen Marios, lutem Klodi. Ore nuk ta tham, Klodi kot. Ndaje tani. Ndaje me fakt. Edhe kur pyet për moderatorë këngëtare, jetën përgjigje vazhdon me atë sa. Nuk i thon. Shiko, unë të të bëj vetëm një moment që më vjen natyrshëm te Klodi, edhe atë nuk e kam ndjekur drejt për drejt, por përmes storyve, duke interpretuar në teatrin Migjeni, edhe duke folur në një dialekt që aty kam thonë kjo nuk është Klodi, vetëm kur viten radio, pastaj na jep tek narsin, që ta dëgjoshim nga një herë na sill diçka aman. Si të vjen ty natyrshëm. Sot jo. Okej, nuk na sill. E lëm për pas kuintave. Pas kuintave ti Pas do kuintave e bën. Okej. Që pas kuintave ta bëj atë. Dhjetori është i bukur. Ta shohin në teatr. Edhe për faktin se është atmosfera festivalit të madh të këngës dhe për çdo artist besoj është një objektiv për ta arritur, kam përshtypjen. Dhe ti e ke prekur atë skenë. Po, para 6 ose 7 vitesh. Ke qenë pra në garë për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. Po, kam pas një këngë të Edmond Zhulalit, të shkruar nga ai, edhe ka qenë një këngë e bukur, për në atë kohë rregullat kanë qenë ndryshe, festivali ka qenë tërësisht ndryshe se normalisht. Gjithsesi, kena pas përfaqësime të mira. Jashtëzakonisht. Faktikisht kënga fituese duhet me pas një suport jo të vogël nga vendi. Sepse bëhet fjalë me një sër sfidash që për shembull vjet unë nuk mundem me lënë pa thënë që Shkodra elektronike ishte domethënë një super përfaqësim, as s'kishte vend për diskutim. Tani ishin dakord që ajo këngë na përfaqësote dhe e kanë suportuar. Pra suporti nga ana e shqiptarëve ka qenë full. Përndryshe me vitet e tjera. Uroj që edhe këtë vit domethënë e para një herë ju uroj suksese tanë kolegëve të mi, sidomos ata që janë prej Shkodrës, se si mjet dominojnë. Edhe dominuan festivalin. Dhe je dominuan festivalin. Dhe vijojnë të dominojnë, se kam përshtypjen që do të vijojë për një kohë të gjatë kjo. Po edhe në orkestër, vetëm. Jo pra, problemi se jemi kudo të shpërndar, bukur, por që Shkodra ishte një festival jashtëzakonisht i bukur edhe ky i fundit. Në fakt do doja të të pyesja pak për projektet e reja që besoj do të na sjellësh në 2026, tani se jemi drejt fundit të 2025-s. Ma thuaj. Hapni letrat këtu. Në teatrin Migjeni e di që e ke një projekt. Po, patjetër. Pra e di, çam kishe thënë. Në ndau Arion. Kam bërë dhe shfaqjen me fëmijët, djali i detit që ka një shfaqje shumë e bukur me fëmijët që na kanë dhënë një dashni shumë të madhe, edhe kam pas një rol shumë të lezetshëm. Por tashmë jam edhe visi prezantuese si këngëtare dhe aktore të varieteja që kena në teatr. Edhe përveç kësaj, kam projekte tjera, kam bashkëpunime, kam një bashkëpunim që kam 2 vite po e nxjerr që do ta nxjerrë tash. Do të jetë shpejt. Po edhe këngë të mijat, kështu që shumë shpejt do vinë. Unë duhet të të pyes pak, duke qenë se është edhe fundi i vitit, është edhe një moment reflektues për gjithë ne.
kjo për ju të bën më medituese apo ndoshta e përjeton atmosferën ashtu siç është edhe jashtë, po themi në qytet, pra me zbukurimet e veta me atë energjinë. Pra tek ku hyn më tepër Klodi në këtë aspekt? Pra i tek pjesa e qetë, medituese e fund vitit? Reflektuese, më shumë. Këtë vit kam pas ndryshime shumë të mëdha. Vi nga një vit ku kam jetu në Toronto, kam naj 5 muaj New York, kam ardhur këto. Dhe edhe psikologjikisht është shumë e vrullshme për më mësu, sepse, domethënë, je nga një vend shumë i madh dhe një vend tjetër shumë të madh, nëse ne je në Shqipëri, dhe që projektet vazhdojnë. Një mrekulli që jam afër prindëve të mi, se ndroj me botën, këtë eksperiencë që jam tu përjetu tash, që mama jam për shembull është shumë e lumtur që më ka këtu. Domethënë lumturia e saj për mua është edhe babës tem, se normalisht, po tu e ditë tanë që mamën e kam pak më delikate për shkak të shumë gjanave, si që janë edhe mamat, se normalisht janë më delikate. Atë do isha me thënë që mama jote po flakërën tashma që ti këto, se ajo ajo, do të thënë, lumturinë e tyre nuk e ndroj masi sa në botë, projektet, energjia që m'jep, shumë njerëz, do të thënë, ka njerëz me cilët kam bashkëpunu, ka shumë mësime që kam marrë këtë vit, po ka qenë një vit shumë i vrullshëm. Ajo që unë kam kuptu, sepse normalisht ka nollë edhe shumë ngjarje, siç për mu, dhe më thanë, ngjarja më të rëndit, se personalisht ka qenë vdekja e kolegut tem Shpat Kasapi, kam kuptu që duhet me e dasht shumë jetën, me shiju në maksimum, edhe me naj shumë me ata njerëzit që i dënë, sepse në qintat e sekundit munden me ndru gjanat. E për këtë jam të reflektu mas shumë ti. E kam pas si reflektim, kur më është smur mami, edhe ka qenë një reflektim për vite me radhë, po më i fuqishëm ka qenë këtë vit nuk e kuptoj pse. A vjen një moment pa u kuptu ndoshta kja, natyrshëm, kë reflektim? Vjen një moment ndoshta më i theksum, natyrshëm tek njeriu, them. Vjen, por duke qenë se vështirësitë kanë qenë për ty, por pikërisht reflektimi ishte tani. Janë shumë të forta, edhe ndonjëherë varet edhe se si të gjejnë. Okej, është edhe gjendje shpirtërore nga një. E fillova pak më parë emisionin dhe thash është koha me hap zemrën. Dhe unë faleminderit që ti e bane një gjatë tillë. Edhe dhe një mesazh është se kena një anë tjetër të zemrës Klodians që nuk është hap hala. Unë kisha me anën e mesazheve me publikun. Pastaj kena jetën private, ato ngacmimet këto. Kaloni kur dëni. Klodi, si më jesh? Mirë thot kë. Nes po shohim gjallë. Ja. Tu priti. A është Klodi dashurume? Ja, hala. Ja, e dashurume me jetën, me teatrin, me këngën, me muzikën. Por në pjesën e jetës private nuk kam turp me e thënë, edhe gjithmonë, dhe me thënë se njerëzit më kanë pa që mendojnë se unë jam private. Unë, kur e du një njeri, nuk hesitoj me shfaqas si kam këto që të ruhem, se tash, okej, ne kuptoj që jena figura publike, por e shijoj, dhe me thënë. Pra, nuk je natyra që du të mbash sekret, që ose ndosh? Nuk shkej me plane, kur nuk shkej me plane. Çfarë të vi, pra, në momentin e kur dur. të jem, do më shikoni. Dhe do ta kuptoni. Kishe gjë tjetër për zbuluar? Jo, e tha, kaq. E tha. Mesemi, e tha, po nuk tha kur gjëse. Mirë, do duhet ta mbyllim, se minutazhi i vion në emision. Nuk e tha pra Mario. Do e lëm për një herë tjetër, pra do kemi rast të kemi sërish Klodin në një intervistë, të cilën për momentin do duhet ta falenderoj. Ne po bëjmë me pak humor sepse jemi në emisionin Simfoni Festash. Festat duan humor, duan dashuri, duan miq të mirë, duan miq të mirë për të kaluar këtë ditë të gëzueshme ashtu siç duhet edhe ju në shtëpiat tuaja, të kaloni bukur, gëzueshëm me familjarët tuaj dhe patjetër me praninë e RTS Shkodra, emisioni Simfoni Festash. Një traditë që realizoni për çdo herë për fund vit ose për Krishtlindje, ka diçka që do ta ndash me publikun për momentin që ndoshta pse jo të jetë edhe një Mu më ka qëllu gjithmonë me kenë punë. Okej. Këtë vit nuk e di çka kam me bë, jam të mundu shumë që natën e vitit të ri ta rezervoj vetëm për familjen tënde. Urojmë. Kështu që gjithmonë kur kam kënu e kam kanë aktivitete natën e vitit të ri, ato lek nuk i kam dasht, se di pse, se gjithmonë kam menduar që nuk e zëvendëson kur gjë me atë darkën shtëpi. Me ngrohtësinë familjare. Kështu që besoj por është punë artistëve dhe kështu është. Ky ishte mesazhi më i bukur. Kështu që besoj kështu do ta mbyllim. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar.
Përshëndetje e të gjithëve, mirë se ribashkohemi përsëri në Simfoni Festash me një tjetër të ftuar që sonte do të na ndryshoj fare atmosferën. Unë do të ndalem tek një pikë shumë e rëndësishme, edhe nuk mundem ta mohoj dot, që talenti lind rritet, mbërrin në një pikë profesionalizmi edhe ngulitet në zemrat e popullit shkodran, por jo vetëm absolutisht. Dhe shprehjet e tyre bëhen edhe të jetës sonë përditshme. Dhe t'ju a them një të fundit fare që e kam freskët edhe shumë ka bërë për qeshur, sytë unë i kam shumë të bukur. Jam me syze, nuk më shef mirë, sepse sytë e saj janë si të gjyshit Mark Gjeka. Sot vjen, ndesa e ti në program, Rita Gjeka që e njohim të gjithë artistën tonë. Mirë se vjen, prandaj do u zgjata në këtë pikë. Mirë se u gjeta, njihem mes miqës dhe më vjen shumë mirë për këte, sepse njeriu është ma i lirë, është ma, i thot gjanat ma hapt, kur e din se me ke ashtu i folë. Unë në rastin konkret, du me falenëru për postju dy zonjave, du me falenëru shumë Marion, i cili qysh të ka fillu karrierën e ti, ka njek profesionalisht teatrin dhe e ka njek në një mënyrë të tillë sa që them unë nuk ka një Mario të dytë. Për këtë jam e bindur, e tham, du me e thanë publikisht, shqyr që mu dha rasti me e thanë publikisht. Rritu vazhdo më se do skuqet. Po, skuqet, s'ka gjë, kamera kujdes mos merr Marion, por të njekesh një institucion si teatri Migjenin në vite me radhë nuk ka kene thjesht, sepse kena shumë të mushur me çfarë. Është peshë dhe përgjithësi. E ka kuptu për i shikimit tem që du me i thonë diçka me një herë. Të shika dhe bu? Ta pasi e kam rejtë. Po mirë, a ka një rritë të dytë? Rita e dytë për momentin është në Milano, po feston atje. Rita e dytë për mua është vetëm Silvia, dhe më thanë njëri që unë kam më afër është aja. Edhe unë shpresoj shumë që të bëhet punëtorësion me si e ka fillu. Në një zanat tjetër krejt, sigurisht nuk është qik artistë, për është i fije, si më thanë, është sa për qefin e vetë, nuk do të baj zanat artin, por me artin që ajo ka mrena vedit, ka me ba profesorin e ti art. E saj, së dhe profesorin e ti. Ska gja, na e kuptojmë që bëhet fjallë për vajzën tonë të shenjtë, se ti e kjo të shenjtë. Sa herë që përmenet emri Silvjas, Rita e shof që malën gjehet, e para e di që të merë mali, sepse është tjetër gjame e pas fëmin këto dhe tjetër gjame e pas lërë. Për ju festash. Edhe pjesa e dytë e gjatë që ju ndosha mi dhanë ma shumë, është një krenari e jashtëzakonshme. E dalën sytë e saj, e dalën kompletisht në qenjën e saj. E Rita flakron kur flet për Silvian. Sepse Silvia, po e them si e thotë Rita, është laureu. Ka dhe diçka në fakt, që përveç dashurisë së madhe që ka nëna për fëmijën dhe në këtë rast për Silvian, Rita ka edhe një dashuri po ashtu madhe për teatrin Migjenin. Për djalin. Patjetër. Ka djalin vaj. Cila është ajo dashuria? Mas më bën me thënë edhe i herë Mario, sepse dikur Silvia kur ishte e vogël u bate shumë xheloze për teatrin, ti don teatrin më shumë se mu. Edhe me thonë drejtën më ka me të gozht kjo gja, sepse unë e kuptoj që dedikimi që unë kam pas për teatrin ka kënë ma i ranë se një gja normale dhe ajo jo më ka të thote këte. Por sot aja ka kuptu që s'ka lidhje fare. Janë dy dashurit të ndryshme dhe asë gja nuk ma lëkun. Nuk është se konkurojnë me njëra. Dashurin teme për teatrin nuk mundet me lëkun asë gja. Dhe gjithë shka Rita Gjeka bashk me stafin e me gjithë shka kena ba 40 vjetë, janë shumë. Rit, unë kam një kureshtje tjetër në pyetjen që do të bëjmë. Tani, vjen një moment që njeriu thot edhe u lolla në profesionin e vetë. Kjo mund në ndohë të gjithë dhe ne. Më duket sikur të këty, po të drejtojme ty, gjatë bisedës, se besoj e kemi kaq konfidencë, ndodhë pikërisht flet me kaq patos për teatrin dhe teatri tek ty po vazhdon të jetoj edhe më shumë ndoshta edhe fal angazhimit me vizitën e Davide Jodićes. Unë mendoj që një artist, aq më pak një aktor i cili është në gjendje fizike dhe mendore për me ju përgjigj skenës, është gati që sharake dalja në pension. Unë e kam pësu këtë dalje në pension, por kam dalë... Kur e mendojnë që artistët mund të dalin në pension. Unë dalja jeme në pension, ka kënë një loj, e kam kuptu shumë ma vonë se një herë e kam pasi dramatike dalin, se kuptoj arsye,
se kuptoj sot, po atëherë kam përjetuar të tillë. Dalja eme në pension është një liri më shumë për rritjen. Dhe kja është shumë e rëndësishme sepse unë nuk e kam kuptu deri para pak kohës se sa e lirë jam unë tashma. Dhe më thanë nuk jam e lidhun ashtu me telefonin I cili të kthehet në një zyrë, sepse ti do t'i jep shpërgjigje dhe unë nuk më ka bava ki kur as në jetën normale, po as në momentin e të drejtimit të teatrit Migjeni, mos me hap telefonin. Me pa unë sa të mëra telefonin, mos me hap telefonin, nuk më ka baba ki kur. Unë jam dëshmitar vetë, sa herë kam kërkuar intervistë. As nuk diskutohet, unë mund me hap telefonin me thanë dhe jo, sepse rrethonat mund të jenë të tilla që nuk kanë ull faktikisht. Por unë di me thanë që kjo liria mu që vonë për e gjumit, unë kam kene thame me vjetë, mu që vonë për e gjumit, po kësë se kam kuptu unë. Dhe kjo liria është me shku sa herë dojë mund të vajza jeme, me dale me shëtit kur duon, me ba gjana... Me shiju jetën si një personi thjesht. Me të duk vejtja si një adoleshente, sepse unë nuk e një plakë në Ariol, absolutisht. Unë e kuptoj që jam plakë, se jam 65 vjeqe gjysë, 65 e gjysë. 65 I thënë me bajnë një mlejtë dhe gjysa. Si e ma, vëdhen, e za për çfarë dush. Por unë nuk nije me tillë, sepse edhe faleminderit Zotit, duhet me thanë, po lvizi, jam edhe mirë me shnetë, dhe kur së dhe më kërkum. Besoj që është shpirti, buron nga shpirti e gjithë Mundet me kene dhe kjo, unë dëshiroj që t'jetë kjo vërtet. Unë prandaj nisa me një lindje talenti, sepse buron të këty në çdo moment, është kënaqësi të kemi studio dhe jo me kot, sepse jam e bindur që I shpërndan edhe publikut energjinë pozitive të mirë që kanë dëshirën që në këtë mbrëmje krishtlindjesh të jemi pikërisht me rritën. Sota dita e kështërëve, e kena festuar mram, për mua është hera e parë që e festoj pa Silvjen, sepse Silvja është e angazhume në punë. Çfarë më bën Bëjmë një zemër për Silvja t'i bëj një gjë shumë të bukur dhe që unë të ta kisha në rrugë, po t'isha në moshën e saj, është një punë që mundet me e ba vetëm një I ri që është në shkollë ban gjysën e gjysën, sepse për një familjar nuk është e thjeshtë se shkon I ditë Milano, I ditë në Verona, I ditë a kupton, është shumë në lëvizje. Por është ajo mbledh fonde për spitalet në Afrikë, për smundjet gjenetike, mbledh fonde për fondacione të rëndësishme italiane dhe është pra po kontribuon në një kauzë shumë të rëndësishme, sa që më thot nënë këtë unë e baj pa lek për shpirt. Edhe pse ajo paguhet për këtë, nënë thot kaq ma kanë sa që unë mund me ba dhe pa lek këtë. Po Silvja sa herë vjen në Shqipëri? Silvja lidhje me Shkodrën? E ka sigurisht lidhje, tash nuk e di a ka me Shkodrën me nanën, po me ardh vjen, domethënë për festa vjen. Në verrin gjatë, tash nuk e di vitin që vjen na do rri kaq gjatë se ka fillu punën. Cili është roli I cili ty të ka me të mendja dhe ti thua e kisha ballë një herë këtë rol. Me gja, a di si është Kam lani fije, pa me një moment. Pa fjallë, po ti e mam vetë, ti e po mam vjen vetë. mirë. Që nuk ka krejt kollaj. Ti e mam vetë dhe ke 2 fëmijë. Diftat është cilin dhe më shumë Julian Alesion. Vivian. Ti e gjenë me gjithë. Sa po ka ba një javë, Vivian një javë. Sa po ka ardhur mjet edhe nuk e di. A është e vërtetë që është mjaltit? Thuhet se është mjaltit. Nuk e di, është unë mendoj që është mjalti. A është kjo lloj ndjesie? Hynore. Është diçka për te njerëzore, dashnia ka shi mesës, nipit, nuk e di. A shifri çfarë gjyshet kena të rrava tonë? Kam përshtypje gjithsesi vizita ka një tjetër ka hynore. Ti po flet për hynoren, me që Vivian na solli hynoren në tavolinë këtu ku jena. Vizita ka sjell hynoren në trupin e teatrit Migjeni dhe unë mendoj që ajo hynore që vizita ka sjell nuk ka si me ik kollaj. Nuk mund të ik kollaj. Si shpjegohet që është bërë realisht një shfaqje kaq e dashur për ata që e shijojnë edhe për te fakti që ajo përcjellet në gjuhën donse me titra në italisht apo anglisht, ku do ku shfaqet, por është bërë shumë e dashur si shfaqje. Pra, kjo do thotë që gjuha nuk është parsore në një zhanër si arti. Varet prej shfaqjes, sepse ti mundesh me bëj një shfaqje teatrore pa folur si fjalë dhe për pas shfaqje teatrore, por në rastin konkret, gjuha që është përdor është shqipja jonë e kullume, që nuk mundën me thanë se as se është letrare, as se është gege, po shqipja jonë e kullume, e cila tingëllon tek spektatori që e shef edhe pse nuk është shqiptar, tingëllon në një mënyrë të tillë që thonë, wow,
kjo është poezi. Dhe këtë kam dhënë thanën për një personaliteti të artit dhe teatrit në Sardenja, të thanën me një mënyrë ma shumë se entuziaste. Gjuha juaj është poezi, është një edhe ai pa thënë asnjë fjalë, bate sikur po flet shqip, kështu. Edhe ati e kishte tingëllu si poezi, sepse gjuha jonë është vërtet poezi. Cilat janë faktorët që kanë bërë këtë shfaqje të suksesshme? Dhe kam përshtypjen që në dominancën e spektatorëve janë më shumë të huajt në këtë shfaqje se sa shqiptarët që e kanë parë. Nëse do të mund të bëjmë statistikë. Po, në kjo se na mbledhim suksesi ndërkombëtar është. Po, 3-4 shfaqje janë bërë në Shqipëri, kusuri, domethënë janë 28 shfaqje, i bën 25 anë. Po. Që nuk janë në Shqipëri. Cilat janë atëherë faktorët e suksesit të kësaj shfaqje? Nuk di të kemi patur një shfaqje shqiptare kaq të suksesshme. Ja, ka shumë kohë që nuk ka një shfaqje kaq të suksesshme. Unë mendoj jo vetëm në Shkodër, por në Shqipëni, sepse njëjti regjisor erdhi edhe në Tiranë, bani Faustin, po nuk ka këtë rrugë Faustit si vjen teatri kombëtar, me artistat më të mirë shqiptar. Kurse ne me aq pak artista sa jemi e bëmë shfaqjen më të mirë. E nuk besoj se është rastësi kjo është dashnia që tjetri ka për profesionin, kjo është serioziteti dhe domethënë, kur tjetri e vën zemrën në tavolinë me tonë dashninë e mundshme se cili prej nesh, nuk jam të fol vetëm për veti, jam të fol për 10 personazhet e shfaqjes, gjithë se cili prej tyre ka bën më të mirën e mundshme. Dhe respekti shumë i madh që na kena për dhe falënderimi mirënjohja që na kena për teatrin e Sardenjës, për Davide Jodi që është bashkëpunim me teatrin e Sardenjës, për Alessandro Ruggeran, i cili është drejtori i Institutit Italian të Kulturës, edhe ai është mbështetës, sepse aty ka fillu biseda, nëse unë nuk do të lidhesha direkt me Alessandro për me gjetë një si Danilo, si Davide e tjerë, nuk do të realizote pra. Kjo ishte shfaqja e fundit në rolin tuaj si drejtuese të teatrit një Po, kjo është qershia mitort, me thënë drejtën, edhe pse unë kam pas një rol i cili më përshtatte, sepse në fakt kjo shfaqje ka përshtat rolet e gjithë secilit. Dhe e bukur e shfaqjes është se secili prej nesh ka qitë më të mirën të kjo shfaqje. Nuk është rastësishme, sepse në fund të fundet një kolektiv punet në kjo se nuk e ka harmonin mrena asaj nuk e shfaqja bëhet për 30 minuta pashe. Edhe marrën gjithçka. Nuk ka si mos me marru. Kurse kjo s'ka marru kurrë, unë jam e sigurt të marrë, po të bëdesim rama. Po të zëvendësohen edhe na. Shfaqje që ju kam ndikuar në një farë mënyre edhe në mënyrën se si mund të reflektojë njeriu në vazhdimsinë e përditshmërisë, po themi. Unë shoh një ritëm ndryshe për shembull, shoh një Fritz Selman ndryshe. Mu nuk më vjen marrë hiç me kanë për sa vjeç shfaqjes. Për sa vjeç që jam unë sot, mu nuk më vjen fare marrë me thanë që mu kjo shfaqje më ka eduku edhe më ka mësu me dash më fort. E sa më fort të dush, aq më bukur është edhe jeta më e bukur kur don fort. Unë di me dash çdo njënin prej personazheve, di me dash çdo spektator dhe jam mirënjohës se çdo durtrokitjet. Në fakt për me kanë mirënjohës se durtrokitjeve që ne na kanë ndonë me këtë shfaqje, domethënë duhet një natë dimnit me e zgjat sepse mund kanë bërë shumë përshtypje durtrokitje. Unë kam shumë vete për vizitën në fakt. Prandaj doja të shkëputja pak. Po rrim pak, sepse jam kurioze tek spektatori i tashmë publiku i huaj. Nuk flasim për publikun shkodran i cili ju duart ju këtë pafom, absolutisht po. Por të huajt si e presin. Edhe mas shfaqjes si është ndjesia aty ke u përballur me këtë publik? Me thënë drejtën, ma bane pyetjen ashtu fiks për me dash me fol, sepse të huajt në përgjithësi italianët, këta që janë spektatori më i madh ne kena dhënë edhe në Sarajevo, kena dhënë edhe në Hungari, në Budapest, po italianët janë ata që kanë pas më shumë shfaqjen dhe disa kanë thënë një frazë të përbashkët dhe prandaj unë po e sjell këtu atë frazë, io non ho capito niente, però ho capito tutto. Dënë me thanë, njerëz që unë nuk kam kuptu që keni thani jo, po kam kuptu që keni nërmend jo. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, sepse në fund të fundit ka pas njerëz që nuk kanë lexuar titrat hiç. Dhe ka që ka rëmby. Kanë kuptu mesazhin, ndoshta më mirë se është shumë konkret mesazhi, është zgjidhur në bukur gjithë shkafja. Po ju keni dhënë disa shfaqje. Pse tjerat nuk morën këtë peshë që ka kjo shfaqje? E di që Mario ta bani pak më parë si pyetje, por realisht më bën përshtypje. Është shfaqja më e mirë që na kena bërë.
Nuk e di arsyn, është Në regjizori. çfarë shfaqen më mirë? Janë pritur shumë mirë dhe shfaqje të tjera. Janë pritur shumë mirë, por mos kuptojnë hapres. realisht. Mos ndoshta ka pak marketing kjo shfaqje. Nuk ka marketing hiç se nuk e bëjmë na. Marketingu mungon e dashton. Edhe mos më bën mua nervoz sa ditë shnella. Në fakt kisha një pyetje tjetër për Tash po e ban marketing. Ka ardhur momenti të kemi një reklam të madhe. Unë ju bëj me dije që Rita nuk e kupton, po unë bashkëpunimi Fillimisht, bashkëpunimi me teatrin e Sardenjës ka bërë të mujtun që këtë shfaqje të shëtisi gjithanej, sepse ata vazhdojnë dhe paguajnë gjithë shkatonen. Bashkia Shkodër në fund, në këtë turneun e fundit ka pagu vetëm rrugën. Shkumi e ardhje, faleminderit do të më thanë, patjetër, sepse ata nuk kanë mundësitë e teatrit Sardenjas, nuk kanë si mi pas, dhe unë jam falenderuese dhe mirënjohëse për gjithë çka ata bajnë. Por, të njëjtët shfaqje, na kena bërë shfaqje me Gomarin e Babatasit, kena bërë me Dino Mustafiqit, kena bërë shfaqje të jashtëzakonshme, po pa mundësia e lëvizjes së shfaqjeve të çon në këtë amulli që mandej ti je detyruar me Cila mund të ishte një shfaqje që mund ta konkuronte vizitën nga shfaqjet e teatrit? Unë mendoj se ka kënë ajo e Jogori, Dino Mustafiqit, ajo ka kënë një stil tjetër shfaqjet, por unë aty kam një kujtim të jashtëzakonshëm me tim shoq drejt pas, i cili spektatorët ishin të ulur në kështu birret, arka birrë, dhe ishte shumë e vështirë për spektatorin me ndaj 2 orë gjysmë që na kishin shfaqjen. Dhe Gjorgji sapo kishte bërë operacionin, erdhi me pa kordoklen, kishte ndërru kordoklen, erdhi me pa shfaqjen dhe unë tan cikletin e kisha te ai, i tham, Gjoxho po, ti si më than, aulolle më burr, se si pashtri. U kam harru, tha. Kaç e kishte njeh, prandaj unë vrejtjet nërthojzat Gjorgjit janë ta. Ka harru se i dhe m'kama, 2 orë e gjysmë. Pra, unë mendoj që edhe Jugori ka kënë një mrekulli, si që kanë kënë shumë. A mund të rikthehet në Shkodër sërish shfaqja vizita? Vizita, po patjetër, duhet më kësi, do t'ishte gjëna, sepse aja është dhanë 3 net, në njënë natë në janë Pasifik dritat një 5 herë në shfaqje. E kujtoj se unë kam kënë pjesë asaj natë, faktikisht. Faktikisht ala jam si me njollë në atë natën, nuk më pëlqen, kisha me dasht me Risjell, edhe drejtori aktuali teatrin Gjene ka qeftë të gjë. Se po ta lëm Ritën për teatrin, për shfaqje... Po, s'tale më Ndërkohë ju nuk kujtoj minutazh. Ja, për edhe kur ndalemi për të folë për Ritën, sërish e 2 janë edhe fillan e flet për teatrin e tjerë. Po mirë, me që jene të teatri edhe një herë. Kisha një kuriozitet, a ka ndryshu qasja e regjizorëve kërshi teatrit, apo bëhen disi ndoshta pak bashkohor edhe po ikin prej disa skemave, apo ka ndryshu, që ka ndryshu Rit? E veri që nuk pëlqejnë shfaqjet e fundit, ose disa nuk pëlqejnë mu, se ka shfaqjet që pëlqejnë, po spektatori ka vërtetu që nuk e donë këtë lloj teatri. Nuk donë këtë. Po pse, për shembull? Se unë nuk më rri me e pa, sepse mundin dhe dirësen e kolegëve të mi, kur unë isha patje, edhe në kjo se shfaqja është jo atë që pëlqyshme personale, unë i kam si fëmijë, nuk mundem. Unë nuk di me ta thonë ty pse hin. Di me të thonë për shembull që kur kam shku në një shfaqje që është e fundit të teatrit dhe kam pa 19 vetë në sallë, i kam numëruar me gishta, më shkoshin lot. 19 vetë në sallë, kur kam pas 400 kam qenë shumë e fyme. Se kishin 500 karriga. A kupton, domethënë janë do momente që nuk di, por është e kthyme kështu. Bëhet kështu si me Tindera, nuk e di se është administrimi ndryshe. Dhe për mua është i gabuar. Ky administrim është i gabuar. Automatikisht me gjithë mundin, sakrificën, talentin, jeni një ndër gratë e forta të qytetit. Me karakterin që është i veçantë për hir të vërtetës. Do donim shumë, kisha një pjesë, por ja që kam një pjesë tjetër ndoshta që por e vështirit quhesh në një farë forme Shkodër si burnesh. Ndonë se ti ki realizua dhe role burneshash, por t'jesh edhe njëtën e përdishme, mendoj që është një sfidë mbedi. Unë nuk di, me thonë drejten, nuk di, është e zorshme, se të unë ishtu jam. Automatikisht. Nuk më rri me e spjegu, mu me ka përball jeta me gjana edhe të vështira, unë jam prej aty në grave që e thamë gjithmonë, dhe më duket se me ashtu të shej po. Unë kam nejë në Itali 7 vjetë në muj se një ditë dhe thamë gjithmonë me të sakta. Dhe kam punu as 1 minutë, sepse kam shku fjo, kam shku në orarin që jam nisë jam kësy, dhe kam punu pastruse me vite me rallë, edhe unë e baj prep në kjo se është nevoja familjes teme. Nuk ka ku gja.
Unë s'e kam probleme që. Është një gjë fantastike faktikisht kur njeriu është i vërtet me vetin. Me respektu punën. Është edhe i vërtet me vetin. Dhe sot shohim një femër që na konkuron që nga pamja, energjia dhe gjithçka tjetër. Unë të zon kohën teme, për mos me pi cigara, shke se unë kam lënë cigaren, po të dash për spektator, unë kam lënë cigaren. Bravo! Unë me që duhet me, unë baj grep gjithë ditën, baj çanta. Ja një pasion tjetër. Një pasion. Ma ka në shumë. Ndërkohë, Rit, jemi në fund të vitit, në ditët e fundit të vitit, pra dhe është një lloj kohe që ne bëjmë reflektime, një lloj bilanci të asaj çfarë kemi kaluar, çfarë kemi realizuar, çfarë nuk kemi realizuar. A do t'i kërkoje dikujt falje sot para kamerave në këtë rrugtim tëndin? Hapi markivet. Nëse po, kujt mund t'i kërkoje falje? Unë vetëm familjes teme, të cilës i kam hangër kohën e vetë. Se që kam dhanë me gjithë zemër, me mishe, me shpirt, për ke kam mujt, nuk kam pas marrë as kërkën kur. I mundu me ja thanë sy? Mund ti, a do t'i kërkoj falje, a shpreje pak sa e gjanë, a mund është me pyta ke ba gabime, kam ba gabime sa dush, as nuk diskutohet kërkosht, nuk është i pa gabushem, mund t'kem gabu, por unë kam korrajon me thonë falë sa e baj. Nuk kam... Pra dhe më thonë nuk në gjë për më vonë? Jo, unë flaj. Nuk flaj, pa thonë falë kjo që e di që kam gabu. Qëllimisht nuk po marrë shumë guxim për me folë, sepse e di që Rita nuk të qënë për kanë, e thot vetë. Dhe është me gjithmonë e drejt për drejt. Marja thot a ke kërku në i herë falje, atë ka kërku dikush falje për mënyrën se si janë sjallë me ty. Po se, më kanë kërku edhe është... Nuk du me ja përmend emrin sepse me vunë në diskutim, po është një person i cili ma mërmene ka me pas një të ardhme si artist, më ka ba një mesazh shumë të gjatë me të kërku. Ka kërku falje sa është gjinë në një periudhë të vështirë të jetës e tij si që duket, ose si që spjegote, edhe unë nuk i kam thanë që po të fali. Ndoshta këto jam... Unë e kam falë, pa më kërku falje, por nuk i kam thënë po të fali, se që ati ti shërbejnë. Po jo, kjo është një mënyrë e mirë për të konfirmuar që e ke falur, për mes transmetimit. Unë e kam, nuk e dhja shef, po unë e kam zemën shumë gjanë. Unë fali, kërkoj falje, edhe kjo se kam një veti, si Rit, është unë du. Dhe deri diku më duket se edhe di me dashtë. Deri diku sepse baj gabime. Ariolun baj gabime, unë kam dashtë edhe njerës që nuk e meritojnë. Kjo është gabim. Po gabim është me hargju prej ndjenjave tuja. është gabim. A ka një rol që kishe dashtë me e ba dhe nuk e ke zauru gjatë të karrierës tënde. Edhe ti, normal që Rita thot do ta baj. Sigurisht do ta baj, unë e kam në kryvishka. Do të vinë, sepse Rita Gjej ka ta marrin vesh ta, nuk shihet me gomë. Jo. Kjas nuk diskutohet, nuk mund të shihin me gomë, u ke shestin. Janë pas e se. Unë do ta baj. E bëjmë si të hallet e qifti lutër. Unë do ta baj edhe do ta baj kur të mvinë mua dëshira jeme, unë jam të e përpunu një gjatë të tillë, do të shihni. Për cilin spektator do t'jetë? Për të Shkodrës? Për ju së pari, po më papu. Është ende projekt, pra? Po ku diskutohet, Shkodra është e para në gjithë fshat, gjithmonë e gjithkon. E kam e kanë sot e për gjithmonë e jetë. Sa utoj? Ultoj edhe ma kam shumë, më kam edhe përgjigjen, sepse ne na 4 Mikesha, Mikesha të 45 vjetë, 25, Zamira, Monda, Elvira Diamanti edhe unë, të cilat venosin qysh për para, që studente, venosin qysh për para se ku do në me shku, dhe kena 2 udhime në vit, të 4-ta. Masanej, dikush ka ma mundësi, dikush ma pak mundësi, se do në dhe në kurdive. Cia kanë qërë ato nga ultimet më të veçanta? Ma i bukri ka në Madrid. Në Madrid, në Spaj? Sepse ndje në Spaj, sepse ndjeshim si adolescente, veshim lullën krye kështë marrine. Ka 60 e Filifju, aja ishte për 65 vjetorin tem. Ishte të mrekur spanjol? Nuk na e vari kush. Se ju nuk pakët, se nuk kam vendos halo për destinacionin e Unë e Elvira jena të dyja dveja dhe po talëshim njëna me tjetër, do të shkoj me flirtu.
Po normale, është gjë normale. Po nuk na duli koha. Nuk pat me asnjë mundësi mu marrë me kërkën botë, se u morë me njëna tjetrin dhe u knaq me shumë. shumë. Mundësin me flirtu në Spanjë, Madrid, no. Shumë nga bume. Po duke s'ka gërë dhe sobe, shku me dhe mu mëj. Mirë, është përgjigje e duhur. Nuk të kam betur në mendje dhe ndoshta ati vendi nuk do t'i riktheshe më. A mendoj një herë. Se të gjithë e na ndodh të kemi ndonjë vend ku nuk na lën shihet të mirë. Po mos më ka lënë shihet mirë, nuk kam qef me thanë. Vjen keq që se tham edhe ashtë hera, po do t'ja tham sa të marrë. Ka një Ka vend një që... vend, por unë nuk du me e thanë, sepse në fundit Nuk është dëshirosh një publicitet negativ që nuk du me e ba. Nuk dëshirosh të ndikosh. Në përgjithësi në Shqipëni nuk ekziston nga ide, është gjithkohë e bukur. Pra jashtë vendit. Vendi që më pëlqen më shumë, për shembull, sot është diku midis Përmetit dhe Korçës. Nuk ma ka në Tiranin, e kam shpreh shpesh, edhe nuk më vjen as marrë me e thanë se nuk ma kane, është një gjatë që unë do me ik. Isha para dhe ditëve me datën 17 isha në Tiranë, edhe dosha veç me ik. Ke paru një takim shumë të veçantë me Tinka Kurti. Tinka Kurti, cila bate 93 vjeqe. Që u baf 100, po ja moj, edhe 100 dhe të dhamë 100 Më trego pak impaktin. Tinka i herë thamë pa, kështu është fantastikë. Ku je më i ti? Pa fill, edhe unë në mënyrën ma direkte të mundshme, i thash, po kam kënë të vajzë. Sepse ka gjithë një arsye shumë të fortë për me thonë që ajo më thënë gjatë. Kishte momente shumë të mira dhe shumë të kthjellta dhe shumë thirrë të drejtërish, kam dhe gozit. Kishte momente shumë të mira, po kishte momente mandej që ishte atë mosha ban punën e vet. Unë i thosha Tinka, je 39 vjeçë. Atë hedreç. Edhe kishte kabe. Si me delikatesën e saj. Të krijojnë motive të tilla. U knaqa, aja kishte vendosë që dy shoqet sajat na qumë që na krejt ma të reja, po mua dhe Monda Bulkon me na thirrë për drejt të ajo shtëpia ku ajo po jeton. Ajo, unë du me siguru publikun Shkodran që Tinka jeton shumë mirë, është shumë përgdhelet jashtë zakonisht shumë nga gjithë stafi i ati ambient ku ajo jeton, quhet shtëpia e zotnive, është e përgdhelun prej tyne, ajo e nin këte, e thot, edhe e banë mundi mirë. Jam e lumëtun. Thote jam e lumëtun si kishtë ardhe Poli, që është nipi. Nuk di sa mund të kujtohet aja për gjanat e vështira, tjetë saj, por një dive vërtet, edhe pse ishte një grësht njëri, aja është prap një div e vërtet. E kam një pyetje që më lini spontanisht në kur thut për gjanat e vështira të jetës, po e marrim thjesht të Tinka. A ju bjen pesha gjanave të vështira të jetës me kalimin e kohës? Kja pyetje ti më drejtohet mu? Po. Unë mendoj që nuk mund. No, në sensin, se më nosha më se ketë për Tinken. Ja, unë e kam përgjithësi, po ma shumë edhe për ty. A ju bjen pesha? Ja, marrin një vlerë tjetër, ndryshojnë vlerësimin, nuk bahen sekondare kur. Të dyta nuk dalin kur, sepse është e ranë. Keme provu sezon, jo ndryshe, kurgja nuk ndryshon midis me jetë të tjetë në këtë pikë. Vështirësitë e jetës bahen, nuk kalqifikohen kur, pak me gërdhish del gjakfil, por mësohesh me jetu me te, si që mësohet me një smunje, që marrë një pilull, se kej tensionin e nalë, për shamë. Me këtë rast për e tregoj që pi, ilaçe për tension. Mirë, rrit. Ja, unë i du 2 vargjet. Unë i du 2 vargjet. Aty jam të vargjet. Me si po pres 2 vargjet nga ti. Gurgjame, që me thandësh? 1000 gjemë. Ku ti hëj? Me gjenë e ranë, për këshnela me gjenë që. Oke, shikaj. Si mjetë për herë të parë, vjen natyrë shumë. Mimozat në dorën e një vashe i pash. Qetësisht, të i marrën frymë. Fantastike. Aja është një poet gjigant i cili me 3 vargje ban namin. Është natyrshëm. Në Kolicin po me kemi parur një periudhë Koliçane. Atëherë, Koliçana ka kënë gjaja ma interesante edhe ka kënë gjaja ma e veçante teatrit Migjenis, sepse ne gjindëshim
në një kolaps total të gjithë qafet. Teatri i Angazhimi mëron. të rinjve, gjithë. Të rit, sa ishte ba trupa me të ri, ata kishin nevojë për punë, edhe unë këte e kuptosha. Aty e di që e kam ba krejt në kryt tem, se kur s'kam ba kur gja në kryt tem. Nuk kam vendosur unë kur gja. U zhvilluar në për shtëpi, obore shtëpi. Në për obore shtëpijat jashtë gjithkund, ne do të bajmë koliqin, i thoshe se o në takon ne, o kërkujnë botë. Për me rujt atë gegnishtet pastër e të kullume, për me rujt një identitet shkodran, dhe për me rujt, më thoi za pa e fos këtë vendin e punës më shok. Një lloj afrimi edhe i brezit të ri. Mund ka pas me pa. Prezantimi i të Absolutisht, kam pas të ri. Ajo, një lloj integrimi i tyre me teatrin. Aja bukuroshja ju që sa po patët në intervistë më mungote se më kishte ik. Klodiana Bata. Klodiana Bata më mungote, se të kishte kanë edhe ajo, mandej do t'ishte, aja qërshia për mitort kishte kanë e plotësume. Sepse unë mendoj që Klodiana Bata është një talent Ri, do doja që teatri të kishte sot më shumë prezencë të të rinjve. Unë do doja që teatri të kishte prezencë. Mënej edhe të të rinjve. Pastaj më shumë apo më pak. Të të rinjve. 5 vec barë. Por nuk bëhet teatri me 5 vec më shumë, e di. Jemi drejt fundit të bisedës. Natyrisht se kalojnë minutat dhe jemi drejt fundit të emisionit, po në fakt 2026. Kemi menduar objektivin e 2020, tani us po them ndoshta. Nuk i kam konkrete gjanat, 2026 ma merr mend e kam e kanë shmëritshme, siç janë tan vitet, e janë të bukura, zot banë edhe më mirë, po asnjë diskutim, kena vetëm një shfaqje të përcaktume që e kena në Butrint. Edhe për hir të vërtet në Sarandë. Për hir të së vërtet me vizitën gjithmonë, për hir të vërtet do të më thanë që në Sarandë, në Butrint, një shfaqje teatrore nuk është më një shfaqje teatrore. Është një imagjin vedi. Një imagjin vedi. Duket sikur prek antikiteti në fakt. Është ma pak me vizitën, e cila është magjike vetë si shfaqje. Unë di me tha, ne kena pas kënë një herë me teatrin, kena kënë me Stefan Qapalikun, me një zërë fix në borrin e teatrit, a i ka ata titullit, ka i gjysme e zigja, se ma i mend titullin, por ma i mend që unë ka pas rolin e një aktores e cila po degradote, dhe bashkë me aktoren degradote dhe teatri, dhe aty, ka kënë kështë si musical, se kena pas edhe orkestrën me vedi, se në kena ba dhe musical e gjana, po pëse s'kujtojnë atësh? Në atë moment, në atë... Ma dhe kështu për ju dhe ka qënë, se mbajt më ndërë nësë. Në atë mrekulli, dhe më thanë, aty kam kuptu se që dhe më thanë me degradu. Ti e njën. Dhe më thanë, aktori që ndjeqe... Ka që një shi e ba me rolin. Me aty. Aty unë kam kuptu se që të ba. Në Butrint. Në Butrint. Sepse është ma gjinë vedi, sepse është diçka që ty nuk vjen ma... Kur do t'jetë? Snow 2 herë, në qeshor. Më duket se diku me datën 3 duhet t'jenë qeshor, sa është fest, kjo është organizim i Institutit Italian të Kulturës. Gjithmonë në bëndi kushtjetër punë tona. Ata kanë vendos që këte javën e kulturës italiane, një ndër ditët e javës kulturës italiane, të jetë vizita jo. Dhe me thënë, vizita ka me pas jehone dhe në vitin 2026. A kja është sigur, ne nuk dim datat e ndame. Nuk kena të ndame data, nuk kena data të ndame, po që është sigur, të sigur. Një urim për këtë mbrëmje dhe do të përshëndetemi kështu me publikun. Këshnellat bardha, ju uroj tanëve dhe prit shit mirë mot. Viti tjetër, dënë Zoti edhe ju gjenë tanëve mot lumëton e me fmit në përshpia.